Të nderuar miq, mirë se vini në podcastin e radhës Mosesh, dritarin e informimit dhe dritarin e anticensurës në qarkun e Forcës. Në fakt kem pasur një mundësi që gjatë gjithë kësaj periudhe ne të ftojmë shpeshherë zëra kritik, zëra oponent pa i censuruar në ato që duan të thonë edhe në ato që janë shprehur. Dhe për këtë arsye un kam përsëri një mik ditën e sotme. Është një mik I cili e ndan jetën e tij ndërmjet Shqipërisë dhe një shteti tjetër evropian dhe kontrasti besoj sot e bën të vetën. Të falenderoj shumë që je sot me mua sot në studio Eduard Bardhushi, drejtues I Korça Plus, një nga mediat oponente në qark. Për sa kohë je larguar tashmë nga Shqipëria? Prej rreth një viti e pak, jam tashmë larguar totalisht nga Shqipëria. Se më parë shkoja për periudha të shkurtra dhe kthehesha, ndërsa tani përgjithmonë. Sa vështirë është kjo pjesë, domethënë që ti të kesh një shkputje nga një vend që ke kaluar fëmijërinë, je rritur, je shkolluar, ke punuar, ke miqësinë. Është shumë e vështirë të shkëputesh nga ky realitet kur ti ke kaluar fëmijërinë, të gjitha ke edhe shoqërinë për më tepër familjen dhe të lesh pas familjen dhe të shkosh drejt një shteti tjetër është shumë e vështirë. Por që për fat keq, fatkeqësisht Shqipëria nuk po le më hapësira për të rindërtuar jetën këtu. Ka shumë si ti. Atje ku je ti, ti ndodhesh aktualisht në Gjermani. A ka shumë si ti të cilët janë larguar, shikon, mbase I takon? Fatkeqësisht do të them po, sepse janë të gjithë të rinj, edhe mosha ime ose edhe më të vegjël që janë në emigrim. Arsyeja e vetme është situata ekonomiko-sociale që është aktualisht në Shqipëri. Ndryshon Shqipëria. Do thënë çfarë besoj një periudhë refleksioni ke kaluar. Ai sa të reflektosh dhe të bësh një dallim ndërmjet asaj gjë që mungon dhe asaj gjë që duhet në Shqipëri. Ja vërtet. Atëherë Shqipëria mund të them që është vite dritë larg shteteve të tjera, qoftë të rajonit ose për të bërë krahasimin me shtetet evropiane. Fatkeqësisht është vite dritë, qoftë nga shëndetësia, qoftë nga ekonomia, nga të gjitha aspektet. E shkon një ditë ardhmen tënde të rikthehesh përsëri këtu? Nuk e besoj. Nuk e besoj më që të rikthehem sërish në Shqipëri. Mbase në pleqëri. Më mirë, tani është bërë pak e modës se me një marrëveshje tjetër pensioni mundet që gjithë pensionistët në pasi të mbushin kilometrat e punës në të kthehen dhe të pleqërojnë pensionin e tyre këtu. Është shpesh tashmë. Vërtet. Besoj që ike në një periudhë pak pas zgjedhjeve elektorale. Si e mban mend këtë periudhë largimit? Shumë të zhurmshme. Në periudhën kur ika unë ishte kulmi që po zjente. Ju nuk votuat atëherë, jo? Jo. Sa arritë të shprehni vullnetin? Nuk arrita ta shpreja vullnetin tim të votës. Në qoftë se do kishe shprehur vullnetin, do kishe pasur një ndryshim? Nuk besoj. Nuk besoj. Do të ishte thjesht një vot, një numër më shumë, por jo për të ndëbërë ndryshimin. Ti sapo dhe një indicie për mbështetjet e opozitës, asaj që tek ti ndonjëherë ndikon pozitivisht, por ndonjëherë ta caron fakti që kemi një opozitë. Në vit të bisedës që kemi lënë herën e kaluar kur unë kam qenë I ftuar këtu tek ju, ka qenë si do të dilte rezultati I mandateve, si do të ndaheshin mandatet. Se mbaj mend ti parashikova atëherë? 6-4. 10 mandatet e qarkut Korç, unë e parashikova 6-4 dhe thash, nëse do dilte 5-5, do të ishte një arritje e madhe për opozitën. Por tani jam I bindur që edhe 4 kanë marrë shumë. Nuk I kanë merituar as 4. Çe? Për shkak të shumë rrethanave. E kam thënë përsëri dhe përsëri do ta them. Zgjohen vetëm në periudhë fushate. Tani ndërkohë që flasim, jemi në muajin janar. Nuk kam parë asnjë reagim të opozitës nga të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në qarkun. Ka qenë për shembull një deputete e qarkut tonë, deputetja e vetme ka qenë në teren? Po, në 2 raste ka qenë në teren. Po ka bërë rolin e reporteres. Jo se ka opozita fjalën ka. Opozita fjalën ka, po opozita fjalën denoncim ka.
në fund ditës. Fakti më impreti asaj që mua më dhe më shumë është se ata të cilët kanë oreksin më të mëdhenj, më të madh, më saktë, për pushtet janë meshkujt. Dhe ata meshkuj, po e them meshkuj sepse në retorikën dhe të folurën publike nuk duhet përdorur fjala mashkull për një arsye kryesore se quhet tip diskriminimi apo. Po sepse u votua edhe Po ligji janë meshkuj. Nuk janë burra, janë meshkuj. tani edhe me këtë Shumicën e votimin e rasteve. ligjit të ri për caktimin e gjinisë, duhet kemi edhe ne pa kujdes në referimin e ndarjeve të gjinisë. Po mirë, po ashtu i bie zonja zotërinë e 33 Gjinit e tjera. Po kjo është çmenduri po. Duhet të ndëroj tek fakti i asaj. Pra, janë meshkuj, nuk janë burra, do të thoya në fund ditës. Dhe mua më bën një kurrësi shumë të madhe. Nuk arrita ta gjej tek vetja ime arsye pse këta meshkuj burra Me njëra apo me dyra? nuk ka një farë reagimi, minimumi edhe për nerv. Shko, njeriu është një qenie aq komplekse sa s'ka ku të shkojmë. Edhe në një ndeshje, kur humbet skuadra e zemrës së tij, fillon dhe mund ta carohet në një moment caktuar edhe të bërtasi apo të bëj një koment. E kanë gjithmonë atë inditë. Po. Çfarë njerëz pa nerv janë këta të opozitës? Njerëz pa nerv, ashtu siç edhe ju e thatë. Janë njerëz pa nerv, pa vullnet, që mendoj se janë rastësisht atje ku janë. Jo se janë për atë punë. Ke pasur kontakte me njëri për tyre? Kam pasur me të gjithë kandidatët që kanë qenë për deputet në atë kohë të opozitës. Dhe sipas pritshmërive të mia, kanë dalë ato që unë i prisja. Pra është gënjim total. Mund të kishte një ndryshim në qoftë se nuk do ishin këta emra, apo do kishte emra të tjera brenda listës PD-s që të përfaqësonin. Besoj po. Besoj po, pasi në qoftë se do të ishin kandidatë që janë me vullnet edhe me karakter, mund të kishte një ndryshim. Jo thjesht emërime nga kupola drejtuese. Ti do shkosh këtu, ti do shkosh aty, edhe kaq. E di që do tentosh të shmangesh, por mua do më intereson dhe cili do të ishte një emër që do të ndryshonte në karakter politik brenda listës, pra do të kishte një farë ndryshimi. Nga ata që ishin, qofse mund ta kemi një emër. Unë për vete kam 2-3. Unë një mund të përcaktoj nga ata dhe mendoj se i veçanti nga gjithë lista do të ishte Kristi Koçibelli. Ndaj të njëjtin mendim. Një person i arsimuar, një person me karakter, një person me bindje të djathta dhe person që kishte vullnet për të punuar me njerëzit, jo thjesht të zinte karrigen. Është vërtet është një ndër emrat që Më vjen shumë keq, më fal që më pres, më vjen shumë keq që nuk mundi të çante katërshën. Edhe kjo ishte fatkeqësia e strukturës, sepse e drejtë. unë në fakt diskutoja me miqtë mi brenda Partisë Demokratike dhe i thoja pse kanë bërë gabimin më të madh sot Partia Demokratike për sa i përket individëve që futen në listë dhe pse kjo ishte lista më e dobët. Dhe ka një arsye shumë komplekse pse ishte lista më e dobët. Në listën më të dobët ai futi pra lista e predispozuar gjoja e dalë nga primarët. Futi disa njerëz. Futi zotin Ivi Kaso, që nga aspekti drejtuesi politik i qarkut. Po. Që nga aspekti konkret mua më duket një njeri me bagazh shumë të madh juridik, ligjor. Një jurist i admiruar brenda Partisë Demokratike, por një politikan i dobët në strategji. Dhe nuk ishte politikan i duhur për të Mendoj që nuk e njihte mirë qarkun e Korçës. Apo ja. Po, është vërtet edhe unë ndaj të njëjtin mendim në jetë. E dyta do të ishte Ledina Lolli, ish deputete, rikthehet përsëri në një mandat të dytë me një pushim në mes, që po ashtu është një politikan e njohur në atë që do të ishte vetë zona. Do të thonë e njohur për problematikat që ka Partia Demokratike apo dhe për gjë, e njohur me terenin më saktë. I treti që mendoj që është i gabuar në vendosjen e tij është deputeti i Devollit, Bletin Albati.
Mendoj që realisht Blendi Albati mund të siguronte maksimum votave të tij nëse do ishte jashtë listës. Mendoj që do ishte deputet pa diskutim Të njëjtin fare. mendim kam dhe unë. Ndërsa për sa i përket zotit Fidel Kreka, unë besoj tek energjia e të rinjve, po kur ajo energji është e kornizuar siç duhet, e argumentuar siç duhet, dhe vjen në një formë të pranueshme dhe të kuptueshme për të gjithë. E vërtet. Të pritshmëritë që kishin për Fidel Krekën nuk rezultuan ashtu siç duhet të ishin, pasi kishte një vrull të madh në momentin që ai u zgjodh që do ishte kandidat për primare dhe pastaj më tej që u zgjodh që do ishte kandidat për deputet, kishte një vrull të madh edhe mbështetës njerëzish. Okej, gjak i ri si të thuash, djalë i ri, mund kishte vullnet për të punuar e të gjitha këto. Në momentin që mori pushtetin, pra u bë deputet, nuk ka ngritur asnjë kaos për qytetin. Jo, mbaj mend disa video kështu që godisën tavolina, Të parlamentit, po. Para parlamentit. Para parlamentit ishin në periudhë zgjedhjesh. Po, godisë këtë tavolinën dhe thoshte do t'i bëj zbor Niko Peleshi, dhe unë s'di të ketë dalë një deklaratë kundër Niko Peleshi. Nuk vjen keq, mund të jetë djalë shumë i mirë, unë nuk Jo, e vërtet. flas për djem të mirë, se për djem të mirë janë të mirë për kushqi, unë ditas. Se të mirë për politikan. Duhet kishte një tjetër qasje, duhet kishte një shpërthim, sepse ishte era e parë që ai përfaqësonte Korçën si deputet i opozitës. Po nëse marrim këtë nga kampi tjetër, Kampi tjetër vazhdon të jetë ashtu siç ne e kemi diskutuar në erën e fundit. Tempojt peleshian, bën punë dhe vazhdon puna qetësisht. Na vjen mirë apo na vjen keq, apo na vjen inat. Puna vazhdon në kampin kundërshtar të opozitës, puna vazhdon vaj për mrekulli. po më duket sikur është e njëjta listë. Se nuk ka kraj. Ndonjëherë kështu e mendoj, edhe më vjen shumë keq, zakonisht. Ose e thënë ndryshe, mendoj se listat janë bërë së bashku. Po ashtu mund të jenë ashtu mund të jenë përderisa po japin produktin një. Është shumë situatë e keqe në këtë pikë. Qoftë edhe në Këshillin Bashkiak, flas unë për Korçën. Qoftë edhe në Këshillin Bashkiak, vetëm 2-3 persona ngren kauza dhe ngren zërin për ligjet që kalojnë në vendimet që kalojnë në Bashkinë e Korçës. Të tjerët janë thjesht ngri kartonin, ul kartonin, pra mekanizëm, robot mekanizëm, as pipëtin fare për pjesën e të fortës. Ata që flasin me sa di unë janë të partive të vogla ose pavarura. Janë të pavarura, po. 2 persona që unë i veçoj që vërtet po bëjnë pjesën e opozitarizmit në Bashkinë Korçë, janë vetëm 2 kandidatët e pavarur, të cilët janë Lazioni dhe Klajdi. Po në perceptimin tënd, a mendon që mundet që kaq pak persona të bëjnë një ndryshim? Se më duket sikur gjitha gjërat që ndrojnë në vend, pavarësisht që ka 2-3, janë 2-3 në Këshillin e Pogradecit, 2-3 në Këshillin e Maliqit, po që nuk mjaftojnë realisht. Nuk mjaftojnë, po të paktën ne duhet i mbështesim për atë që ata munden të bëjnë. Pra, arrin të ngrenë zërin aty ku duhet dhe nuk janë inekzistent dhe nuk janë pazë, nuk e kanë gojën e mbyllur, si shumica e këshilltarëve të tjerë. Apo dhe të deputetëve, qenëse e zume, apo dhe deputetëve të opozitës, që thjesht bëjnë raportimin e rolin e gazetarit. Okej, jemi këtu, ka rënë rruga e Çukës Qafploç, bën raportim sikur dha lajmet. Pa asnjë akuzë, pa asnjë dokumentim, pa asnjë diçka fare, asgjë. Dhe unë jam shumë i zgënjur nga ky fakt. Që ndonjëherë është më mirë mos votosh, ëh. Shumë mirë ta shikosh në elektoratin ngri. Pra të mos kesh ambicie politike. Pra të jesh në elektoratin ngri dhe ti vëzhgosh të gjithë. Vazhdon të drejtosh media në vend. Po. Kosha Blues vijon tashmë prej 8 vitesh. Edhe tani në distancë. Sigurisht. Më vjen natyrisht një batutë që Meta komandon nga burgu, ti e komandon nga Amerika. Nga Amerika, nga Gjermania. Nga Gjermania, po. Se Amerika i mbylli vizat, kështu që. Situata është shumë e vështirë, Armand. Në situatën politike në Shqipëri është te ndan e kapur. Nuk ka asnjë lloj shprese për mendimin tim atë që unë shoh, qoftë tani nga emigrimi në një shtet tjetër. Shqipëria është e kapur nga 2-3 persona dhe ata bëjnë kontrollin si në marioneta. Më bën përshtypje një fakt tjetër.
ajo gjë që ti e përmend që Shqipëria është e përshtatësuar. Shoh Korça për shembull, sepse ne qëndrojmë si qark. Kryeqendra e qarkut është Korça. Po jo, qarku i gjithë në total ka 1/3 pensionist. Të paktën sipas shifrave publike nga Instadi. Pjesa më e madhe e tyre, ajo që ne po shohim përditë dhe po raportojmë përditë, është se shohim pensionistë të cilët ndrojnë jetë të vetëm në banesë pa fëmijët e tyre. Dhe fatkeqësisht përfundojnë në tragjedi. Këto kohët e fundit kemi pasur shumë raportime. Fatkeqësisht kanë përfunduar në tragjedi qoftë në humbje jete për shkaqe natyrale apo për humbje jete për shkak të asfiksisë nga gazi ose shkaqe të tjera. Shumë e vërtet. Ajo më trishton një fakt sepse dikur në fëmijërinë time, kur vinte dimri, ka pasur edhe shumë dëborë dhe shumë fëmijë. Mbaj mend një nga rrugët kryesore të fshatit ku unë jam rritur edhe kam jetuar gjatë, ngrinte ndonjëherë dhe zakonisht rrëshqisin tek ajo rrugë në formë slitash etj. Në fakt është një mall i mbartur. Çudi më vjen që tani nuk ka më as dëbor as të rinj. Mirë për këtë, se ka fajin atë qeveria as opozita për këtë, por që për pjesën e emigrimit masiv, ka fajin opozita. për pjesën e emigrimit masiv, natyrisht Ta vërtetoj që edhe që nuk bie dëbore ka fajin opozita. Ta jap një argument. mund të më jap. Njërë mbeti Vlora pa ujë dhe pavarësisht që ka opozita një afro 20 vjetash në Vlorë, të mira që nuk është në pushtet. Jo. Tani është një diçka tjetër se po krijohet një poliri në qarkun e Korçës. Kush është kjo? Nuk keni më ju liçenin e Pogradesit, nuk e keni më ju turizmin. Po bëhet edhe Maliqi me Kënet, po rikthehet Kënet aty ku ishte. Dhe tani, ndërkohë që flasim, kemi një mini liçen atje, me toka të përmbytur. Mini liçen e surprizë për unë Maliq. Mini liçen, mund ta them me bindje që është bërë një mini liçen si prespa e vogël në gjithë sipërfaqen e ish Kënetës të Maliqit. Të qëndroj është mirë thuaj, se në fund fare do filloj turizmi. Po pra, do të thotë po. Kam hall se s'do jetë as Kënet, as liçen, e as fushë bujqësore funditës, pse do të Kish do të ngelet. llume batak. Si opozitë. Se zgjidhim me 2 tendera, një tender për skafe, për mol aty dhe çapin e ri, si është në Pogradec një tender i ngjashëm. Dhe kishim zgjedhur pas aeroportit të Pas aeroportit. Lumulajas. Po. Na ngeli tani që jo, Korçës i ka munguar gjithmonë një det ose një liçen. Edhe shikon, Fatkeqësisht korçarët nuk mësuan asnjëherë ti vënë rrota liçenit Pogradecit. Se do ta të kishin vënë. zgjedhur edhe këtë hall. po natyra duket se e ktheu pak a shumë Kënetën. Pra Korça po bëhet me liçenin e munguar prej vitesh, qoftë nga paftësia e drejtuesve të bashkisë të Maliqit apo të Korçës, kush e ka pse është ndarë në mes, apo nga Zoti. Cila është këneta jote e preferuar, kjo pas zgjedhjeve apo ajo para zgjedhjeve? Të dyja njësoj janë për mendimin tim. Mund të them që kjo tani pas zgjedhjeve është akoma më shumë Kënet e zhytur, tani po del me lum, jo më me ujë. Okej. Jam realisht shumë i zgënjur me opozitën. Nuk po them, nuk po mbroj as mazhorancën, sepse jo preka pak më sipër emigrimi, çështje ekonomiko-sociale, por që opozita të jetë pa zë e pa sy, atëherë kush e mbron popullin? Nuk e di, nuk e kam mësuar në asnjë literaturë. Zakonisht lexoj. Lexoj mjaftueshëm sa për të ditur dhe mjaftueshëm sa për gjithë kryesitë e këtyre degëve që kanë këtu të PD-ve apo partive të tjera. Dhe nuk e di se ku e kam mësuar qasin që pushteti mund të merret vetëm kur i thrasin në protesta në Tiranë, dhe tani ka dalë një debat të bukur. E dëgjoj shpesh, edhe më kanë thënë shumë shpesh, kur ne anim gas në Tiranë. E di çfarë bën Pogradecarët, Korçarët kur shkojnë në Tiranë protest? Në shpërtheft të një tym apo në një gas janë të parët që ikin. S'kan bërë njëri të plagosë atë diu. Jo, vërtet.
Por unë do të citoja një tjetër batut, pak të thjeshtuar, për çfarë të shkoj unë të ri përsëri në shesh, pa mos pata një kaos. Ti japun arsyet. Jo, po e citoj personin që e ka thënë, por po e thjeshtoj. Për çfarë të shkoj unë në opozit në sheshi? Për çfarë? Që të ri atje si dru? Kur s'ka asnjë kaos, shko atje, bëj një tubim, thirr atje sikur je në stadium dhe kaq, mbaroi. Më është protesta se tani. Po jo, nuk është ajo protesta, protesta vazhdon. Unë e kuptoj Protesta nuk është hajde të shkojmë 2 orë atje të thrasim, pastaj ulemi në kafe. Unë e kuptoj që ju doni të diqni Jo, ministrin edhe kryeministrin brenda. Nuk ndodh kjo gjë. Edhe me djegje, edhe me dhunë, nuk bëhet. Por protesta të shkosh atje, të ngresh skenën, edhe të duket sikur je në koncert, të rish 2 orë atje dhe pastaj të ikësh, më duket e pavlerë. Po çfarë do bëhet ti ndryshe? Çfarë do bëhet ndryshe? Po, opozita duhet të vazhdoj protestat, jo të mbyll me 2 orë në javë. Ne s'ka financa. Ndryshon, s'ka financa se janë futur në xhep. Në xhep? Pse? Kush ka futur në xhep? Po kush ka futur në xhep? Kryetarët që janë në opozit nuk investojnë sepse janë në rregull me vetëm. Kryetarët e shkret kanë 16 vjet në opozitë. Gjëna të shkretas. 16 vjet në opozitë të shkatruar. Nuk kam dëgjoj një interesante, thoshte që protestuesët vinë me parat nga xhepi i tyre, protestojnë nga xhepi i tyre. Një logjik. Dihet dalë se që ose merr në analizë të gjithë gjën, ki parasysh Eduard. Ndodh që pushteti të jetë shumë i fuqishëm tani ekonomikisht, në numra njerëzish, Në shumë sa në proteste nuk më duket çudi kur kam shumë policisë se protestues. Është realiteti. Normalisht që do të ketë më shumë punonjës policie se sa protestues. Sepse vetë poli kryesor i opozitës ka filluar të shkërmojqet vite më parë. Kjo situatë është vetëm në Përdeg? Unë besoj se është që në Kupolën në Tiranë. Pra, kryesia që ndodhet në kryeqytet, besoj se që atje fillon. Pra, fjala popullore, peshku qelbet nga koka. Nuk është vetëm problemi në degët, në dega e Pogradesit apo e Korçës. Se këto janë automatikisht të varura nga Tirana. Po më mund të ketë degë të më? Se për çfarë tonë? Se fitoria ndodhin është individuale në rang qarqesh, dhe nëse të gjithë individualisht fiton edhe qendra. Po këta mësuan në zgjedhjet e fundit që mos fiton dot asnjë qark. Edhe kishin përçarje me njëri tjetrin. Po mirë, vazhdon përçarja. Si e shef lëvizjen Saliani? Është një lëvizje që i duhej Partisë Demokratike, për mendimin tim, por që nuk besoj se ka për të zgjatur shumë, për shkak se do të goditet nga të gjitha mënyrat. Po këtë qasje. Një koleg në media i bënte thirrje Salianit të kontrollonte frenat e makinës. Se s'dihet shumë ndodh. Është e vërtetë kjo, por që për lëvizjen që tani po bën Ervin Saliani, mua më duket shumë e rregullt, pra që i duhej Partisë Demokratike kjo frymë e re edhe më parë, por që për fat keq nuk e shikoj si. Po i bashkojnë të rinjt? Në Korçë, kur kishte bërë takimin, kishte shumë pjesëmarrës. Pra edhe të rinj edhe mosha të ndryshme. Por pjesa dërmuese ishte me të rinj. Kjo ishte një shenjë e mirë. Por që nuk besoj se do të dalë në krye. Po me Bacën se do të njëri nga Kalja, thotë. Po tani e thanë 2013-ën dhe politika nga 2013-a si ka i për Kalit. Politika duhet të jetë merr pjesë në zgjedhje si kandidat i opozitës. Fitove, bravo për ty, qeveris vendin për 4 vite të ardhshme. Humbe, jep dorëçe. Pse nuk funksionon kjo në Shqipëri? Ka humbur apo janë vjedhur zgjedhjet? Tani hyjmë historirave, kanë humbur zgjedhjet apo kanë vjedhur. Të dyja bashk. Por u bën zgjedhjet në Gjermani për kancelar, u bën zgjedhjet, pas një dite u shpall rezultati, pas një dite u shpall që atë natë, sigurisht. Por që pas një dite u shpall rezultati që kancelari i ri ishte dikush tjetër, shtrëngim duarsh, urime, jap dorëçe, mbaroi filmi. Shko, pse ti shkon në Gjermani, po unë nuk do shkoja dot aq larg, do shkoja në Kosovë.
Në Kosovë çfarë drejt. ndodhi? Kosova është një ndër shembujt e një shteti të ri, shteti më i ri në Europë, i formuar por me një demokraci që duket që është e konsoliduar. Në zgjedhjet e para Kurti arriti, në mos gaboj në janar apo në shkurt të vitit të shkuar, arriti të merrte numrin më të lartë të mandateve, por pa mundësi për të formuar qeveri. Nuk arriti dot të formonte qeveri me asnjë nga koalicionet e mundshme. Ndodhi që Kurti në 10 orë të fitonte me rezultatin më të thellë. Të bënte numrin e mandateve mbi 70 e ca mandate që i kishte të nevojshme në Formimin e qeverisë. Dhe shikoj krerët e opozitës, pothuajse gjithë krerët e opozitës përposë Ramush Haradinajt, kanë thëritur kuvendat e partive të tyre për të bërë zgjedhjet, për të bërë zgjedhjet e brendshme. është kryetar. Dhe ata e pranuan. Humbjet janë individuale në këto raste. Dhe duke qenë se këto humbje janë individuale, kjo është një situatë që vjen dhe vetëm këtu. Kur humbet partia, nuk humbet lideri, humbet elektorati. Ndërsa atje kur humbet partia, humbet lideri, nuk humbet elektorati. Tani përgjegjësia totale është e liderit, nuk e ka fajin elektorati, siç është këtu, se ne jemi të mbrapsht si gjithmonë. Ne humbim zgjedhjet dhe themi që ne punuam gabim, punoi gabim elektorati dhe unë jam i pastër, thot kryetari. Kjo është e kundërta. Në Kosovë, pra shembulli që ju më thatë, në Kosovë u bën zgjedhjet, rezultati doli pa atë natë. Domethënë filloi në orën 7 mëngjesit, përfundoi në 7 pasdite, rinumërimi 2-3 të mëngjesit, pra që i bie një ditë më vonë, doli rezultati dhe u shpall fituese lëvizja vetëvendosje. Pra, Albin Kurti. Po këtu ne pse nuk e bëjmë atë? Po ne i stërziatim me muaj, i vodhi, jo po dalet të hapim edhe një herë kutit, jo po rinumërimi, jo po Pas 8 muajsh është certifikuar rezultati. Domethënë tani që flasim janë të certifikuar apo janë akoma në tranzicion? Jo, është i certifikuar. E kemi me dokumenta qeverinë, kështu që Një fakt që më bën shumë përshtypje është emigrimi në masë, që sa vjen më shumë po shtohet. Dhe nuk më vjen fare mirë që të rinj që sapo mbarojnë gjimnazin, direkt avioni dhe drejt Gjermanisë, Francës apo Suedis. na mbetën çunat beqar, thot një zonjë këtu tek lagja ime, se s'kan mbetur më goca. Edhe këtu kemi kështu me numër ne. Në për fshatra dihen sa në çdo fshat e di sa beqar ka. Normale. Dhe është një situatë shumë e keqe për pjesën e emigrimit. Sa po ju jepet mundësia, direkt lënë të gjitha, me punë me të gjitha dhe drejt emigrimit duke nisur një jetë. Mirë, kjo është çështje e zgjedhjesh, në fakt është Nuk çështje besoj se është shumë është çështje e zgjedhje për sa i përket një vendi, i cili nuk mund të sigurojë ty aq mundësi sa mund të sigurojë një vend tjetër. Arsyet pse nuk të siguron janë arsye relative që unë nuk dua t'i diskutoj. Mund të jetë korrupsioni, mund të jetë Së pari, përveç korrupsionit e gjitha këto, pavarësisht se kanë lidhje me këtë fjalën e fundit që do them unë, është ekonomia. Nuk sigurojnë ekonominë, nuk mund t'ja dalin në fund të muajit. Është situatë shumë e keqe. Tani paga minimale këtu në Shqipëri është 420, domethënë 4200 lekë, 42000 lekë të reja. Pra, flasim s'kam ide. ligjërisht, S'kam ide. sepse në dorë punonjësit që punojnë në profesionet banakier apo kamarier marrin akoma 300, domethënë 300.000 lekë të vjetra flasim, ose 270 akoma. Ta mendosh që rrin gjithë muajin që punojnë nga mëngjesi në darkë, nga e hëna në të diel, pa pushim fare, edhe të sigurojnë atë pagë për në fund të muajit nuk të del të paguash ushqimet, se nëse je me qera del me minus, mos them zero. Ai është problemi, prandaj edhe njerëzit nuk martohen këtu. Se gjë e parë që do duhet kur të martohen është që të kenë një banesë. Banesa ka shkuar me 1200 euro metri katror këtu në Buzliqenet, po zbritet pak më këtej do shkojë deri 800 euro metri katror. Pastaj duhet sigurosh të ardhurat, paktën të ardhurat minimale që duhen për të kujdesur për një fëmijë duhet jenë diku në 300.000 lekë në muaj. Dhe secili që martohet këtë gjëra mendon, ose nuk hyn fare kësaj pune. Dhe rrimë mirë. Prandaj të ardhurat dhe më falni, të dhënat na tregojnë që qarku jon jo vetëm që kanë nivelin e
uljes Së të popullsisë edhe të lindshmërisë. në trend negativ, por ka dhe largimet. Ajo që unë shoh është se brenda një viti mund të iken 3000 deri në 3500 nxënës, nga arsimi filluar deri në arsimin e mesëm, që janë më pak. Duke u lidhur me ata që regjistrohen më pak dhe ata të cilët largohen gjatë periudhës së shkollës për të zhvendosur diku tjetër. Dhe ta mendosh që ke shkollat e qyteteve bosh, për mos par shkollat në për fshatrat e thellë, në për zonat malore apo fshatrat larg qytetit. Aktualisht një klasë brenda në një shkollë domethënë 9 vjeçare, klasat i ka jo më shumë se 15-16 veta. Ku më parë ka qenë 30 e sipër në shkollat e qytetit pas, që kanë qenë klasa paralele nga A-ja në C-ja. Tani më zor formohen dy klasa A, B. Mësues pa punë, Sigurisht janë shkak pasaj të gjitha. ajo është një shqetësuese. Në fakt, ajo që shoh tek ty është një gjë tjetër që ti shqetësohesh shumë, edhe nga distanca, për sa i përket investimeve që kemi. Investimet si gjithmonë janë të pakta. Jo, Pra, premtime shumë dhe intereson ato puna që janë asgjë. të pakta, po më intereson ato që investohen. Dhe siç po ta thoj edhe më herët, për sa i përket asaj pjese të investimeve, ty pëlqejnë, po ti nuk më dole aty ku duhet. Një pjesë e investimeve çfarë bëhen në disa raste. Po dhe ato që bëhen kanë problemet e tyre. Probleme shumë të theksuara. Ta theksosh këta. Probleme të theksuara. Mo këtë do të thuash ti. U bë rruga Qukës Qafpoç. Rruga e re, me daulle, me valle, u inaugurua, shumë bukur, Me kulaç. edhe me kulaç, nga zona e Mokrës. Dhe nuk i rezistoi as dimrit të parë. Po e di simbolin e kulaçit që thot? Jo. Që sa herë të kalosh në atë rrugë, duhet marrësh bukë me vete se si di që mund të bllokohesh. Ja, s'ka qenë e shkruar. Prapë s'ka qenë e shkruar që në fillim. Vjedhje në mas. Vjedhje në mas. Ajo është një rrugë që ka filluar në kohën e Po, doktorit. rrugë që përfundoi për 16 vite. 16 vjet. Kur bashkiaku i Korçës mund thoshte që duhen aq kohë për të përfunduar një investim që ta bësh një investim të sigurt dhe Siç ka filluar projekti me gazifikim, sigurisht. Po, e lëm për pak më vonë atë pjesë. po me gazifikimi do të jetë një nga fazat që t'japi Korçës ata zhvillimin e munguar, por kthehemi te rruga Qukës Qafpoç. Çfarë më ndodh? Sa po i u inaugurua, filluan gjithë shembjet. Dhe për mua është një investim, pra e quaj vjedhje, pasi është një investim i kot. Së pari njërë, postoja e harxhimit të karburantit është më lartë se nga rruga e vjetër, që nga Qafthana prenja si e mëtej. Dhe ana tjetër është që nuk shkurton asgjë. Sinqerisht do të thuash, sa herë ke kaluar aty? Njerë kalova. Mirë. Dhe ishte zhgënjim total. Pra, Ajo që mund stoja e karburantit shumë herë më e lartë se nga rruga e vjetër, me të njëjtën makinë flas, me të njëjtën makinë që kam bërë gjithë herët e tjera në drejtim të Tiranës, dhe shkurtimi që mund ta zesh mund të ishte 5 minuta më shpejt. Asgjë më shumë. Pra është një investim i kot. Dhe tani, duke qenë se është bërë një vjedhje në masë, është bërë e pakalueshme dhe e rrezikshme për qarkullimin e automjeteve. Kishim rastin e fundit të para një jave, 2 javësh, që fatmirësisht shpëtoi nga shkëmbi masiv që ra në makina e tij. Po nuk shpëtoi. E zori, po nuk ishte aq i E madh. shpëtoi, pra flasin që është gjallë, nuk ishte me pasojë vdekje. E kupton ku është ka ta ndisur. Më thot dikush, Armand, çfarë ndodh në të tilla raste? Çfarë ndodh kur ndodh një aksident si pasojë të capunimeve të dobta? Dhe kam thënë në logjikën juridike të gjithë gjës, në shumicën e tillave raste, shteti duhet të kompensojë dhe duhet të kompensojë një dëm shumë të madh, edhe faktik edhe dëme subjektive për sa i përket edhe gjendjes psikologjike etj. Në këtë rast nuk e di nëse do të ketë një situatë, por ajo rrugë është
e pakalueshme. Do të bëjmë dakord në një gjë që është një rrugë e rrezikshme deri në këtë moment. Nuk di çfarë mund ndodhi më vonë. Mbase Nuk do di të çfarë. duhet shtesë prej 100 milionë euro, 200 milionë euro tjetër. Këtë thoni ju ekspertët, nëse themi, ne Nuk gazetarët. Por që nga ekspert mund të quhem vetëm nga pamja, se unë nuk jam ekspert dhe e shoh që në momentin që nuk është e vendosur me bazament, me beton apo me rjeta gurësh, që pjesa e dheu, domethënë e pjesa e malit, atëherë çfarë sigurie ti jep ajo rrugë që ti të kalosh me familjen një ditë? Edhe mund të shuhesh si familje komplet. Edhe kush më përgjegjësi? Asnjë. Kjo është më e bukura. Mbase kjo do të shtohet edhe dosjeve të shumta të Belës së pak. Besoj po. Nuk di të ta them këtë pjesë, por Ashtu siç ndodhi me tunelin e Llogaras. Edhe ai u prit me këngë valle dhe me isa polifonike të zonës. Dhe kohët e fundit, nga shirat e fundit, ka bërë përshtypje që gjithmonë kjo qeveri ka qef këngë të vallit. po Dhe populli duhet roket. ky popull karnaval është. Populli atë do, a hek. Se çfarë bëhet në pjesën tjetër, nuk është se i intereson shumë popullit. Populli kënaqet vetëm me pamjen vizive, me vetëm atë që shikon. O sa bukur kërceu kryeministri apo ministri apo ministri. Propaganda është e theksuar ose si merrni informacionin ju që jetoni jashtë? E merrni të propagandu, e merrni me cilësi, e merrni Informacion pa filtra apo me filtra apo me filtra dhe propagandë. Pra ne duket bukur. Shqipërinë e shohim lule dhe më mirë se shteti ku jetojmë. Pra Suedia, Gjermania apo shtetet që kanë peshë. Është më bukur. Është më bukur dhe të bën të mendosh që ore, po unë budallaj isha që ika edhe erdha këtu në emigrim. Pra është aq lloj propagandë e tillë imponuese Sa të fut mendime. sa të fut mendime dhe kur vjen këtu zhgënjer që me ditën e parë. Që me ditën e parë të zë këmba në grop. Çdo thoshte një banor i Leskovikut, i Taçit, i Qavzezit apo ku di unë, çka kanë një fshat tjetër nga kolonja. Imagjino sa europian do ndjejnë në këtë rast. Shumë. Apo një banor Pra, i Mokës i cili ka probleme me rrugët, një banor i Devollit sipërmi i cili mund të bllokohet ndonjëherë nga rënja në një ure, një banor i Lozhanit apo fshatrave të Maliqit. Shumë fshatra të Maliqit u bllokuan nga rreshtet e Strelcës fundit e të shiut, tjerë bllokuan. janë të bllokuar akoma. Edhe janë të bllokuar akoma. Për sa i përket do më ndalosh edhe pak tek dy investimet kryesore më të pëlqyera të tuat. Unë e di që ti Dy rrugët e Florinit. unë e di që ke një simpati të theksuar për sa i përket aeroportit edhe gazifikimit dhe unë nuk ta kaloj dot në simpatinë që ti ke për këto dy investime, edhe tek mirënjohja që ke për autoritetet. Jo se më kalon, po po gratisarët ju vën inat që ne kemi Jo. aeroportin dhe ju nuk e keni. Ju lutem të Punojmë bashkë. Kjo është pak po e sigurt, edhe kështu që s'kam xhelozira. Aeroporti me rreshjet e rreth 2 muajsh më përpara u kthyen port. Në port. Pra nga aeroport një super investim, mendimin e natyrës dhe paaftësisë drejtuesve që ishin me kanalet e bllokuara. Fusha e aviacionit u kthyen në port. Ai sa fillon edhe në rjet talljet nga më të mëdhat. Po mirë, vazhdojnë ulën avionat? Vazhdojnë, sigurisht. Avione imagjinar në kokën e drejtuesve të Korçës, po. Mendoj që për një certifikim ose në një gjë të vogël ka mbetur. Aq mungon se fjala e kryebashkiakut çdo vit ajo është presin certifikimin. Presin certifikimin, po mbas. Një letër e printuar të certifikimit. Pastaj nuk punon printeri siç duhet që ta nxjerrë certifikimin me ngjyra, pastaj ja nxjerr deri në gjysmë dhe nuk dele plot. Po gazifikimi deri në çfarë? Gazifikimi është shumë, është një printim 10 vjeçar. Shumë i hershëm ky printim. Gazifikimi do na vi atëre kur të mos ketë më gaz. E rëndësishme është që premtimi do mbahet. Premtimi do mbahet. Do shtrohen të gjitha dotacionet, mirë po besoj se nuk do ketë më rubinet që të rrjedh. Po mirë, tani me rubineta që nuk rrihetin, ne i kemi shembull nga ujësjellësi. Na thanë që uji do të jetë 24 orë, uji nuk është 24 orë. Në shumë zona, Po. Fal Zotit, shqyr Zotit në Pogradec kemi. Qarku i Korçës në përgjithësi, domethënë edhe qytetet, për pjesën e ujit të pijshëm, rrjetit të ujësjellësit. Me fshatrat është pak problem. Me qytetet mirë. Pak. Edhe në fshatra, edhe në fshatrat e thellë kam raste që ujësjellësi është shtrirë dhe funksionon siç duhet.
përkundrazi në pjesën tjetër të Shqipërisë që është akoma Jo, katastrofë. nuk ta pran. Fillon nga diçnica dhe përfundon gjithë fushën e Maliqit, uji o është me baktere, o është me ndotje, o nuk ka. Tani nuk më kuptove. Unë thash që ka, se si është Okej. tjetër gjë ajo pastaj. Bashkia ose investitorët e kanë kryer punën. Po se si shkon uji, është tjetër çështja ajo. Uji shkon si t'ja ke shtruar ti tubacionin, kështu që jo, në fakt, ata që kanë investuar. Mua më vjen keq. Më vjen keq që mua më vjen keq që shumë të rinj zgjedhin rrugën që ti do zgjodhe. Në migreni. Nuk do doja që të kishin këtë fat, po mbetemi pa shok në këtë vend sepse po na ikim për ditë. Përveç kësaj pjesës që po mbetemi pa shoqëri, është kjo pjesa që nuk ka më rini. Ku po shkon kjo lloj shoqërie me popullsi të plakur? Çfarë do ndodh? Një popullsi vetëm me pensionista. Kush do jetë krah pune këtu? Si do funksionoj shteti? Do ta shohim dhe kjo mbetet për të parë. Dhe një pyetje tjetër kam. Mua. Po e Të them bësh pyetje. Një mësues, qoftë në arsimin fillor apo në pjesën e shkollës së mesme, në gjimnaze, ti bëj një pyetje nxënësve. Si e shikoni veten pas 5 vitesh ose pas përfundimit të shkollës? S'dua përgjigje. Pas përfundimit të shkollës, si e shikoni veten në Shqipëri? Le ta apo në pyesin të gjithë ata që na ndjekin, le të pyesin niprit, Kjo- mbesat, fëmijët Kjo e është tyre. pyetja e fundit dhe le Dhe të për të kuptuar sa mirë është në ky vend. Shumë faleminderit. faleminderit për ftesën. Të falenderoj dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që të rikisha përsëri në studio për diskutuar dhe kur beti të qoftë i mbar, Shumë faleminderit. të pres përsëri kur të vish. Sigurisht. Të nderuar miq, ishim në podcastin e radhës me Eduard Bardhushin, drejtuesi i Korça Plus, një nga mediat online më të mëdha në qarkun e Korçës, i cili shpeshherë mundohet që të bëj opozitë dhe të jetë një zë kritik nëpërmjet asaj dritare që informon qytetarët. Do të jemi përsëri bashkë me të tjerë të ftuar, deri atëherë, mirupafshim.